Mbledhja e konferencës së kryetarëve zhvilluar mes debateve dhe toneve të larta mes dy forcave politike, asaj të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kundërshtuar ndryshimet e bëra nga magjoranta në rregullore në Kuvendit lidhur me raportin e institucioneve të pavarura të drejtësisë. Bardhi tha se është në shkelje të rregullorës që institucionet e drejtësisë të raportojnë fillimisht përpara dy komisioneve e më pas në Kuvend, por për të njëjtën përmbajtje. E gjej pa vend në shkelje të rregullorës parashikimin që çështje të ndryshme apo raportet e institucioneve kushtetuese të kalojnë në dy komisione. Kjo është pa vend, pasi nuk mund të raportohet në dy komisione. Nuk ka kuptim fjala vjen i prokurorit përgjithshëm të raportojë në dy komisione e pastaj edhe në Kuvend. Kreu i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë Edi Blushi, pas daljes nga mbledhja e konferencës së kryetarëve, ka thënë se vetëm në mbledhje u njohën me ardhje në Kuvend të paktën 19 projektligjeve, për të cilat nuk dihet se në cilin komision do të shqyrtohen apo kush është përgjegjës. Ndërkohë dhe deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka kundërshtuar sistemin e ri të komisioneve parlamentare, të cilat sipas saj janë hartuar në komisione parësore dhe dytësore.